Gali Beqir ka qenë dhe kryetari i parlamentit që kanë ngel nga tradita e njerëzve që dinë edhe të bëjnë diplomaci. E kuptoj. Ndalem pak tek Irani. Qasja e Iranit. Pati një deklarat të presidentit Trump që unë besoj se me Mujtaba Khamenei do shkoj shumë mirë, dhe do merrem vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Paralelisht kemi një marrëveshje të Abbas Araghchi, ministrit të jashtëm, me agjencinë atomike për t'i dhënë edhe një herë akses agjencisë ndërkombëtare atomike për të inspektuar në vend. Ndërkohë pati sërish një deklarat Donald Trump që tha se jemi në diskutime çfarë do të ndodhë me uraniumin e pasuruar. Do ta sjellin në Amerikë, do ta hollojmë diku apo do ta çojmë në një tjetër vend antar të NATO-s. Pra, janë 3 opsione në tavolinë, pra duket se palët po shkojnë drejt një zgjidhje, duke parë këto lëvizje, po them, dhe nevojen, më fal, edhe një tjetër për të ashtuar këtë nevojën që Irani ka për zhbllokimin e aseteve të saj të ngrira dhe për parat të gatshme, para kesh. Po shkojmë drejt një marrëveshje, që është marrëveshja e diplomacisë amerikane, boshti i cilës do të jetë, domethënë, mbajtja e një Irani jo të nuklearizuar, pra pa armë bërthamore. Dhe pastaj janë opsione teknike se ku do të shkojë uraniumi, që është edhe lënda kryesore për ndërtimin e armës bërthamore, pra opsionet që ju përmendet. E dyta, pastaj në vijimshmëri të kësaj do të ketë një zhbllokim të atyre që quhet paketa e sanksioneve, por nuk ka shpërbërje ose rrëzim të regjimit në Iran, dhe regjimi do të ruaj konturet e tij, do të jetë një proces i gjatë që do të vazhdojë dhe ngelet për të parë dhe sjellja e tij jo përkundrejt armës bërthamore, pasi nëse ka një marrëveshje me Amerikën do të jetë i detyruar të qëndrojë, pasi do të ishte një hile përkundrejt Shtetet e Bashkuara, por do të ngelet raportet e Iranit, domethënë qasje e tij përkundrejt vendeve të rajonit dhe Izraelit nisur nga termat ideologjik, që ne do të thotë gjeopolitik. Kjo është një faset tjetër e marrëveshjes të cilën Izraeli kërkon që të përfshihet në projekt marrëveshjen që është edhe projekt marrëveshja kryesore. Bashkuara kanë qëllimet e tyre, armët bërthamore të tjera, tani rrezojnë regjimin, kanë përshtypjen është detyrë e qytetarëve iranian, nuk është më detyrë e amerikanëve. Amerikanët e kanë pasi opsion. Kanë pak më gjërë, po nëse ata i biten Amerikës, pse duhet të shqetësohet Amerika se kush është aty? Kemi Venezuelën, rastin tipik. Aty shumë, Venezuela ishte meli. Ndërkohë që pastaj janë qytetarët e vendit që do të shohin se sa do të mbijetojnë. Venezuela ishte shumë e lehtë, një vend i Amerikës Latine, pritshmëritë e popullsisë ishin ndryshe. Domethënë, përgatitja nga Hugo Chavez deri te Maduro nuk ishte se ishte relevante. Irani ka mbi 2 dekada që po zhvillon në mënyrë diskrete potencial e armëve konvencionale. E kisha për regjimin, jo për pjesë. Kjo është motivacioni ideologjik bën që ta konceptojnë luftën në termat e të qenit martir, jo si Maduro dhe Hugo Chavez. Dhe pastaj do ngjelet 30.000 protestues janë vrarë në fillim të këtij viti. Edhe mbi 35.000 protestues të vrarë nga regjimi që nuk ndodhin në Venezuela, pra tregon që ata janë në gjendje që cilën në termat radikale, integraliste, pra me qëllim që të ruajnë regjimin politik ose motivacionet ideologjike të regjimit politik që janë të një natyre teokratike dhe që vinë nga revolucioni islamik, po thellë rënjët nga vëllezërit musliman në Egjipt e nga doktrinat e Hasan Albanës. Prandaj është një problematikë e komplikuar dhe e vështirë, Esmeralda, çështja e regjimit iranian. Shtetet e Bashkuara po preferojnë, me sa duket, opsionin pragmatik, ta zhbindin Iranin që të ketë akses të armët bërthamore, edhe të lehtësojnë deri diku sanksionet, që nuk i shkon për shtat shumë atë që quhet përkufizimit nga ana e Izraelit të çfarë do thotë siguria e shtetit hebre. Prandaj edhe këto trajtat kontradiktore që po përjetojmë ditë e fundit, si dhe tentativat edhe për të përgjuar nga ana e shërbimeve sekrete izraelite, që kanë si një lloj modus operandi për atë mosbesimin e tyre. Sulmet e mbrëmshme dhe të mëngjesit të sotëm janë thjesht një tregim force apo mund të vazhdojnë edhe të përshkallëzohen? Mund të ketë, nëse vazhdojnë të përshkallëzohen, mund të ketë një që të ketë sulme dhe Amerikës do t'i duhet të marrë një vendim, mund të ketë një përshkallëzim jo përshkallëzim, po do të ketë sulme që quhet në natyre reciproke, sulm kundër sulm të natyre reciproke, që do të thotë që nëse ngelet regjimi ideologjik në Iran,
që gjitha gjasat, sepse nuk po shkojmë drejt një shpërbërje të regjimit, është e vështirë që të ketë një modifikim radikal të sjelljes tij përkundrejt shtetit hebre. Prandaj do të jetë situata do të vendoset nga një stat kompleks në një stat tjetër kompleks. Esmeralda. Vim pak në Rusi. Por gjithmonë ka dhe zgjedhje në Izrael, duhen kontrolluar edhe pulsionet ekstremiste të ministrave teokratik të Netanyahu, që po dëmtojnë legitimitetin e shtetit hebre. Ta duhet bëjnë dhe punët e tyre domestike, po ka zgjedhjen tetor dhe flitet që mund të ketë edhe një lloj ndryshimi, do të thënë, të alternativës pushtetit. E kuptoj. Por disa gjëra kushdo që të vinë nuk Çështjet e sigurisë keni drejt do të qëndrojnë një konstante pa ndryshuar, po. Sidomos dhe politika përkundrejt Iranit, që përbën një rrezik ekzistencial në Vim pak në